Mirë se erdhët. Sot do të hedhim dritë mbi një koncept vërtet themelor në gjeometri, si llogaritet perimetri i shumëkëndshave të rregullt. Mund të duket diçka e thjeshtë, por do të shohim bashkë se sa e fuqishme është në të vërtetë kjo ide. Pra ja se si do të ecim. Së pari do të kuptojmë saktësisht se çfarë është perimetri. Pastaj do të zbulojmë çfarë i bën kaq të veçantë shumëkëndshat e rregullt. Më pas vjen pjesa më e bukur, një formulë universale. Do ta testojmë me disa shembuj konkret dhe në fund do të lidhim gjithçka bashkë për të parë pse ky koncept është kaq thelbësor. Okej, atëherë, le të fillojmë nga fillimi, apo jo, me idenë më bazë nga të gjitha. Pra, ç'është tamam perimetri? Mendojeni kështu, imagjinojeni sikur po ecni përgjatë skajeve të një parcele toke, e gjithë distanca që do të bënit për t'u kthyer në pikën fillestare, ja, ai është perimetri. Kur flasim për shumëkëndsha, është akoma më e thjeshtë. Thjesht mblidhni gjatësitë e të gjitha brinjeve, asgjë më shumë, asgjë më pak. Vërtet, kaq e thjeshtë. Mirë, tani që e kemi të qartë konceptin bazë, le të kalojmë te pjesa interesante. Do të shohim se si një veti e vogël, por shumë e veçantë, e ndryshon plotësisht llojen kur bëhet fjalë për llogaritjet. Shikoni këtu. Ky është momenti aha. Në të majt kemi një shumëkëndësh të parregullt. Brinjët kanë gjatësi të ndryshme, pra duhet i mbledhim një nga një, 3 + 5 + 4. Nuk ka rrugë tjetër. Por, shikoni në të djathtë, te shumëkëndësh i rregullt ndodh diçka magjike. Të gjitha brinjët janë identike. Ky është sekreti. Ky rregull i artë, barazia e brinjeve, është gjithçka. Dhe pikërisht kjo veti, kjo rregullsi e bukur, na lejon të bëjmë një hap gjigant nga mbledhja e thjeshtë te një formulë universale dhe super efikase. Pra, le të mendojmë pak, nëse të gjitha brinjët janë të barabarta, pse të mundohemi t'i mbledhim pafund? Për shembull, në vend që të bëjmë 4 + 4 + 4, a nuk ekziston një rrugë më e shkurtër, një mënyrë më e zgjuar? Sigurisht që po, dhe ja ku vjen bukuria e matematikës. Formula është kjo: P barabart me N her A. Kaq e thjesht. P-ja është perimetri që kërkojmë, N-ja është thjesht numri i brinjeve, sa brinjë ka figura, dhe A-ja është gjatësia e njërës prej tyre. Pra mbledhjen e përsëritur e kthejmë në një shumëzim të vetëm. Gjeniale, apo jo? Mirë, formula duket bukur në letër, por si funksionon në praktik? Le ta vëmë në provë me disa shembuj konkret. Le të fillojmë me shembullin klasik, trekëndshin barabrinjës. Çfarë dim për të? E po ka 3 brinjë, pra N është 3. Dhe me që është barabrinjës, të treja brinjët kanë të njëjtën gjatësi, të cilën e shënojmë me A. Duke futur këto vlera në formulën tonë, çfarë marrim? Perimetri është i barabartë me 3 shumëzuar për A. Fik siç pritej. Në rregull, shembulli tjetër, katrori. E njëjta histori, e njëjta logjik. Katrori ka sa brinjë? 4, të gjitha të barabarta. Pra N në këtë rast është 4. Dhe ja ku e kemi, perimetri është 4 her A. Besoj se modeli po bëhet shumë i qartë tani, apo jo? Dhe për ta vullosur këtë ide, le të marrim një shembull të fundit, gjashtkëndshin e rregullt. Tashmë e dini se si vazhdon. Sa brinje ka? 6? Janë të barabarta? Po, sigurisht. Pra, N barazi 6 dhe gjatësia e brinjës është A. Dhe kjo na çon te rezultati. Perimetri është 6 her A. Këtu qëndron fuqia e kësaj formule. Nuk ka rëndësi nëse është 3 këndësh, 4, 6 këndësh, apo edhe një shumë këndësh me 20 brinj. Për sa kohë është i rregullt, formula P baraz me H her A funksionon gjithmonë. Logjika mbetet e njëjtë. Mirë, por dikush mund të thotë, pse gjithë ky mundim për një formulë kaq thjeshtë? Pse ka kaq shumë rëndësi perimetri? Përgjigja është e thjeshtë, sepse perimetri është themeli mbi të cilin ndërtohen koncepte më të mëdha. Mendoni për trupat tridimensional, si prizmat apo piramidat. Kur duam të gjejmë sipërfaqen e tyre anësore, cili mendoni se është hapi i parë absolutisht i domosdoshëm? Pikërisht, llogaritja e perimetrit të bazës. Pa e kryer këtë hap të parë, nuk mund të ecim dot përpara. Mjafton të hedhim një sy formulave. Për sipërfaqen anësore të prizmave të rregullt, na duhet perimetri, P-ja, i shumëzuar me lartësinë. Për piramidat e rregullta, sërish na duhet perimetri. Shikoni, P-ja është aty në zemër të dyja formulave. Është komponenti pa të cilin nuk bëhet dot. Kjo e bën perimetrin një nga gurët themeltar të gjeometrisë. Dhe kjo na lë me një pyetje finale për të reflektuar. Nëse kjo formula kaq e thjeshtë, P baraze N her A, është shelësi që na hap derën për të llogaritur sipërfaqet, atëherë çfarë konceptesh të tjera themelore, si ky, fshihen në gjeometri,
duke pritur për të zgjidhur enigma edhe më të mëdha dhe më komplekse.